Përshëndetje të nderuar miq të mi. Ja ku po takohemi me historinë e radhës. Historia e radhës është shumë e ndjerë. Nuk do ta kisha imagjinuar kur se do duhet të shkruaja për jetën time në këtë formë. Unë jam një grua nga Tropoja. Një grua që në zemrën e saj s'kishte gjë tjetër përveç dashurisë, mirësisë edhe përkushtimit. Nuk kërkova asgjë të jashtëzakonshme nga martesa ime. Vetëm dashuri, vetëm pak ngrohtësi, vetëm një jam me ty në kohë të vështira. Por nga i burr nuk mora asgjë. 6 vite e martuar. 6 vite e bindur se ndoshta jam unë problemi. Se ndoshta nuk di ta dua siç duhet. Se ndoshta duhet të hesht, të duroj, të falë dhe të lutem që një ditë ai të më shohë si gruan e tij, jo si një hije në shtëpi. Por unë nuk isha hije. Unë isha gruaja që gatuante për të. Gruaja që i mbante duart kur ishte sëmur. Gruaja që i bëri një djalë. Gruaja që flinte natën me lot, në jastëk dhe me shpresën që nesër do t'ishte një ditë më e mirë. Dhe pastaj ndodhi ajo që as në ëndrrën time më të keqe nuk do ta kisha menduar. Ai më tradhtonte. Jo me një grua të rastësishme, jo me ndonjë tjetër që nuk kishte lidhje në jetën time. Më tradhtonte me kushërirën time, me vajzën e dajës. Me vajzën që e mbaja si motër, me atë që qeshte në sofrën time, që ndante gjumin me mua kur ishim fëmijë, që e përqafova 10 herë si pjesën e vetes. Si mundet një njeri që e ke dashur, si motër, të marrë burrin? Si mundet një burr të shkel mbi çdo betim dhe të ri me një tjetër kur ti mbart në trup shenjat e jetës që ke dhënë për të? Nuk u bërtita, nuk u akmora, nuk i ulërita asaj, nuk e godita atë, sepse dhimbja ishte më e madhe se çdo hakmarrje. Isha e shkatëruar, por jo e ulët. Thjesht mora djalin tim dhe u largova. Asnjë fjalë, vetëm lot e vetëm heshtje. Në fillim mendova se do të vdisja nga kjo dhimbje, nga ky poshtrim, nga ky zhgënjim i pafalshëm. Por nuk vdiqa, por u sëmura. Stresi, mërzia, netët pa gjumë më çuan në diabet. Trupi filloi të më tradhtonte, njësoj si zemra që kisha dashur. Nuk kisha më fuqi, nuk kisha më shpresë, nuk kisha më asgjë. Por Zoti më kishte lënë sytë të hapur për një arsye. Djalin tim. Ai është gjithçka që kam. Ai është forca ime, buzëqeshja ime dhe lutja ime. Kur ai më sheh në sy më thot mami të duam, atëherë kuptoj që nuk kam humbur gjithçka, se kam akoma për çfarë të jetoj. Nuk kam më ëndra për një burr që të më doj. Nuk dua as martese, as përqafime të reme, as premtime boshe. Tani dua vetëm paqe. Dua të jem një nën që i jep djalit të saj dashurinë që vetë nuk e mori kurrë. Dua që ai të rritet me dinjitet, me ndershmëri, me forcën që më mungoi mua. Dua të mësoj se burrat nuk tradhtojnë, nuk lëndojnë, nuk shkelin mbi një grua që i ka dhënë gjithçka. Dua një ditë ai të kthej kokën pas të më shohë dhe të thotë, mami je heroina ime. Sepse unë jam jo për botën, jo për jetës sociale, jo për fotografit, por për të, për djalin tim. Nuk ka dhimbje më të madhe se kur tradhtohesh nga ata që i ke dashur më shumë. Nuk ka plak më të thellë se ajo që ta hap dora e një njeriu që ke përqafuar me shpirt. Hyra në martesë me besimin më të pastërt, më me dashuri. Kam dhënë çdo grimcë të qenies time për burrin që zgjodha. Kam sakrifikuar, kam meshtur, kam duruar sepse besova se dashuria mposhtë çdo gjë. Po çfarë ndodhi?
Pas 6 vitesh martesë e kuptova që kisha fjetur çdo natë pranë një mashtrimi. Ai nuk më donte kurrë. Ai kur nuk kishte parte kund gruan e jetës së tij. Ai më përdori si stres, si shërbetore, si nën për fëmijën e tij, por jo si partneren që meritoja unë, apo një grua. Dhe më e rënda, më therse se gjithçka tjetër ishte ajo. Nuk ishte thjesht kushërira ime. Ishte shoqja e shpirtit tim, ishim rritur bashkë, kishim dar bukën, jastëkun, sekretet më të fsheta. Unë e kam dashur si motor, kur ajo qante, unë isha që i fshija lotët, kur kishte nevojë për ndihmë, unë isha që ja hapja derën pa pyetur, i kam dhënë gjithçka dhe ajo ma mori burin. Të dy bashkë më shkatruan, më zhveshën nga çdo iluzion, nga çdo mbetje e vogël shpresë që më kishte mbetur, nuk më lanë as pikë krenarie. Më lanë me duar bosh, me zemër të coptuar, me trup të sëmur, me një fëmijë që kërkonte ngrohtësinë time në një kohë kur unë isha akull brenda. Jam bërë me diabet nga kjo histori. Stresi më ka ngrënë mishin, mendimet më kanë plagosur kokën, malli për dashuri më ka mbytur shpirtin. Kam net që nuk fle, kam ditë që haroj të ha, kam momente kur më duket se po vdes nga dalë, por jo, nuk e lejoj veten të rrëzohem. Sepse kam një djalë, kam një ëngjëll të vogël që më thret mami. Ai është arsyeja pse zgjohem çdo mëngjes, pse marr frymë, pse ec në këmbë dhe kur trupi më dridhet nga dhimbja. Ai është gjithë bota ime, e ardhmja ime, krenaria ime. Unë jam e vetme tani, por nuk jam bosh. Kam djalin, kam djeshmërinë time, kam dinjitetin tim. E ndoshta nuk do të më vi më kur një dashuri si ajo që i dhash atij burri, por mësova se dashuria më e pastër është ajo që jap fëmijës tim. Mësova se tradhtitë e mëdha i bëjnë vetëm njerëzit e vegjël. Mësova se nuk duhet të rish aty ku nuk je dashur. Mësova se ndonjëherë familja të vret më shumë se armiku. Mësova se nuk ka asgjë më të fuqishme se një grua e plagosur që ngrihet për hir të fëmijës së saj. Sot nuk dua asgjë nga ai burr. Sot nuk kam asnjë mall për kushërirën time. Ata le të jetojnë me hije. Unë dua vetëm paqen, dua shërimin, dua buzëqeshjen të vërtet, dua një jetë të re. Sepse meritova më shumë, sepse nuk ishte faim, sepse akoma shumë dashuri kam tepër, shumë dashuri për t'ia dhënë dikujt që e meriton, djalit tim. Dhe nëse një ditë ai do të rritet dhe do ta ndëgjoj këtë histori, dua që të kuptoj se mami kur nuk e la vetëm të humb. Ajo luftoi për veten, për mua, për dashurinë që nuk i dham, por ajo e mbolli vetë me gjak edhe me lot këtë dashuri kaq të madhe.